E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku edhe një herë për të ndaluar tek Mateo dhe Brikena. Pyetja që më së shumti më bëhet mua në Instagram, sidomos nga fansat e zjarrt të Mateos, por edhe të Brikenës, të cilët e pritën me shumë emocion, me shumë dashuri e pritën puthjen e Mateos, përqafimin e Brikenës, puthjen e Brikenës. Pyetja që adresohet tek unë është kjo: Tiron, a mendon që Mateo deshi vetëm të marrë puthjen e Brikenës dhe këtu të mbaron gjithçka? Tani, në shtëpi po krijohet një luftë e madhe. Për shembull, Edisa gjatë gjithë ditës së sotme Brikenës i ka thënë që Mateo të përdori, Mateo të mori puthjen, Mateo të latë vetme, nuk i intereson për ty. Të njëjtën gjë domethënë e thotë edhe Rogerti gjatë gjithë kohës. Të njëjtën gjë e thotë edhe Miri gjatë gjithë kohës. Nuk diskutohet për Juelën, sepse Brikena tashmë ka krijuar një shoqëri me Juelën, një shoqëri e rikthyer në Big Brother sepse ka qenë më herët. Tani çfarë po ndodh mes këtij çifti? Që të dy janë në mendime. Që të dy e shoh që kanë shumë nevojë për njëri tjetrin, por ndërtuan një lloj akulli në mesin e tyre që nuk po e thejnë. Dhe kur e shohim në thelb, do me thënë arsyeja e gjithë këtij hidhërimi dhe gjithë kësaj zënke është një pijat makarona dhe disa lëvizje të Mateos duke u afruar më së shumti me Selin, një xhelozi tek Brikena që ka kohë në fakt që po komentohet, që në momentin kur Mateo në studion e Goca dhe Gra tha që Selin është vajzë më e fortë në lojë se sa Brikena në këtë pikë të lojës. Nga aty do me thënë nisi xhelozia e Brikenës dhe Mateos. Por apo jeton çifti momentet më të vështira brenda asaj shtëpie? Unë them se po. Tani, unë do të them që thelbi i gjithë situatës nuk është Selina, sa është Shëndriti. Shëndriti dhe Mateo kanë patur diskutime të gjata me njëri tjetrin rreth marrëdhënies që Mateo ka ndërtuar me Brikenën. Shëndriti ishte ai i cili i ka kërkuar në fillim, domethënë një ditë para puthjes, i ka kërkuar Mateos që mbaj qëndrim të sakt me Brikenën sepse ti po del shumë keq. Mua nuk më duken të bukura këto lëvizje. Tani, nëse ti e do një njeri dhe nëse ti e respekton një njeri dhe ti nëse ke një dashuri për atë njeri, pse duhet që të mbajsh kaq shumë inat? Unë mendoj që në këtë rast, edhe pse nuk është fajtore, në këtë rast është Brikena ajo që duhet të merr hapin e parë. Tani Mateo është duke bërë disa lëvizje, për mendimin tim lëvizje fëmijësh. Brikena nuk e lëndon Mateon aty ku nuk don ai. Për shembull, Brikena nuk pi kafe me Rogertin, Brikena nuk qëndron me Rogertin, Brikena nuk ndan momente me Rogertin, Brikena nuk lozën me Rogertin. Edhe pse në fund të ditës ka të drejtën të lozën sepse janë brenda një shtëpie. Po ja, për hatër të dashurisë dhe ndjesisë, Brikena nuk e bën këtë gjën. Mateo qëndron jashtëzakonisht kokfort. Tani, puthja erdhi në një pikë ku jemi në fund më të këtij reality show, do të thënë po shkojmë drejt fundit. Duke përfshirë këtu të gjitha emocionet dhe të gjitha ndjesitë që këto banor kanë kaluar, unë mendoj që Mateo është lodhur më nga reagimet e Brikenës që janë bërë të shumta dhe Mateo nuk e logjikon që jashtë mund të komentohet se ky çuni erdhi e mori puthjen dhe tash e përfundoi lidhjen. Do të thënë, ftohtësinë që Mateo ka kundërdrejt Brikenës, mua më duket jashtëzakonisht shumë e çuditshme. Do të thënë, më futën në një pyetje, them që ky djalë a është i qartë në ndjenjat e tij? Do të thënë, a ka qenë i qartë për lëvizjen të cilën e ka bërë, apo thjesht do të thënë e bëri lëvizjen dhe tani nuk i duket gjë e bukur dhe mund të ketë një pëlqim tjetër brenda në shtëpi. Thjesht faktit, unë mendoj që Brikena duhet të afrohet me Mateon dhe duhet ta sqaron një herë edhe për gjithmonë. Ajo tha që unë do ta mbyll këtë pëlqimin të shtunën, por çfarë po ndodh me këtë çift? A është një strategji kjo nga ana e produksionit e kërkuar te Brikena, do të thënë se edhe produksioni këtu mund të ketë dorë që krijoni një lloj ftohtësie sepse ne duam ta komentojmë jashtë se nuk kemi se çfarë flasim të shtunën. Pasi që Brikena ka përmend Prime-in, mund të jetë edhe përfshirë këtu produksioni, por unë këtu nuk e shoh produksionin. Unë shoh një lloj inati dhe një lloj qëndrimi të prerë të Mateos, që do të thënë, nëse dëshiron ti të jesh me mua, urdhëro, hajde pranë meje dhe ma thuaj të vërtetën. Ama nëse nuk dëshiron, atëherë largo prej meje, unë e dua qetësinë time. Mendoj që këto janë qëndrimet e Mateos edhe të Brikenës në këtë rast, po gjithsesi dua të marr mendimin tuaj si ju e shikoni këtë marrëdhënie dhe a mendoni që në këtë mes do të ketë një kthim pas.